Janë persona edhe që janë shqetësim edhe për mjekësinë, po edhe që psikologë kanë raste të shumta, të cilat kanë çrregullim të ngrënit. Sado që mund të nglloj shumë i lehtë si çrregullim, është çrregullim shumë serioz. Qofshin ata që nuk e kontrollojnë të ngrënit, qofshin ata të cilët vjellin me qëllim çka do që konsumojnë dhe është një shqetësim shumë i madh. Sa mendon, po flas nga aspekti i shëndetit mendor, që këta pacient dhe këta persona kanë nevojë pikërisht si pjesë të trajtimit psikologjik edhe agjërimin ta bëjnë? Gjithmonë kur flasim për çrregullime duhemi me pas kujdes, sepse tash përtej të mirave dhe dobive të Ramazanit nuk mundem me prit që gjithçka të jetë një mrekulli, sepse po flasim për disa çrregullime, për shembull nëse personat marrin terapi të caktuar prej psikiatrit, gjithmonë duhet të kenë kujdes, mundet me qenë shumë i dobishëm Ramazani, por në mënyrën që ata e menaxhojnë edhe që ata menaxhojnë edhe me ilaçet, mundet me qenë edhe një kontraefekt të cilin nuk mundem me parashiku. Prandaj, jo gjitha këshillat vlejnë për gjitha rastet edhe gjithë personat, kështu që një pyetje shumë e mirë kjo. Jo rrallë personat me bulimi dhe anoreksi, që janë çrregullimet e të ngrënit, kanë probleme të menaxhimit të vetës dhe thjesht Ramazani, agjërimi nuk kisha me thonë që është zgjidhja e dur, sepse këta persona ka nevojë për një tretman, një ndihmë psikologjike për me menaxhu krejt ato problemet me të cilat ata ballafaqohen. Mos të keq kuptojnë njerëzit këtë çështjen anoreksisë dhe bulimisë, nuk është thjesht se dikush ka ma shumë apetit e dikush nuk ka apetit, po është një problem pak më i thellë i cili duhet me u trajtu. Dhe nëse personi me një problematik të tillë është duke u trajtu nga një psikolog ose psikiatër, gjithmonë le të diskutoj për procesin e agjërimit me mjekun ose me psikologun e tij ose të saj. Shumë mirë që dhe jo vetëm për këto problematika, po edhe për probleme tjera. Nëse veç jemi me terapi nga psikiatri, gjithmonë rekomandohet që ata paraprakisht me u konsultu.